diskutim lidhje mbi këto gjetje dhe rekomandime. E nisur nga gjetjet e vlerësimet paraprake të këtij misioni për zgjedhjet e 11 majit, duhet të pranojmë se krahas progresit që ato patën, duket se kemi akoma shumë probleme. Sipas këtyre vlerësimeve, fushata u fokusua në sulme armiqësore dhe personale, veçanërisht nga dy liderët e dy partive kryesore politike në vend. Kjo thelloi mosbesimin e publikut në politikë, dhe për këtë arsye, thonë ata, vendi meriton një politikë të ndershme dhe konstruktive, jo vetëm në ditën e zgjedhjeve, por çdo ditë të vitit. Fushata u karakterizua nga një ton konfrontues dhe polarizues në kushtet e përdorimit të një gjuhë përçarëse nga dy partitë kryesore politike dhe përpjekjeve për të ndikuar padrejtësisht tek votuesit. Vëzhguesit evidentuan përdorimin e burimeve shtetërore, ku përfaqësues të lartë të qeverisë u angazhuan në aktivitete të shumta zyrtare që shpesh përkonin me mesazhe të fushatës dhe që përfshinin prezantimin e programeve dhe të përfitimeve sociale dhe të projekteve të infrastrukturës, duke i dhënë partisë në pushtet një avantazh të padrejtë, thuhet në vlerësimet paraprake të këtij misioni. Megjithse kërkohet me ligj, asnjë prej kandidatëve nuk bëri publike të dhëna lidhur me donacionet apo huat, dhe KQZ-ja nuk mund të ndërmerrte ndonjë veprim për shkak se nuk ka një instrument ligjor për të siguruar zbatueshmërinë e dispozitave ligjore përkatëse. Mungesa e raportimit të ndërmjetëm dhe shqetësimet lidhur me efikasitetin e auditimit e ulin dhe më shumë transparencën dhe llogaridhënien në financimin e fushatës. Dhe vazhdon më tej, klima mediatike vazhdoi të ishte tetë e kufizuar, ku pavarësia, shumëllojshmëria dhe integriteti përmbajtjes së lajmeve u dëmtua nga financimi jo transparent, përqendrimi i pronësisë në media, ndërhyrjet në autonominë editoriale, ndikimet politike. Mungoi raportimi i pavarur, duke cënuar rolin mbikëqyrës të medias. Këto ishin disa nga vlerësimet paraprake të misionit ndërkombëtar të vëzhgimit të zgjedhjeve mbi zgjedhjet e 11 majit, dhe duket që ato kanë një optikë të gjerë thuajse për të gjithë aspektet e këtyre zgjedhjeve. Qartazin e do duhet presim raportin përfundimtar të SBO-dirit, por gjetjet sa më sipër nxisin natyrshëm nevojën për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale me qëllim sigurimin e integritetit të plotë të zgjedhjeve. Besoj që ne do duhet me këtë rast të heqim mundësinë edhe të çdo preteksti për të vënë në diskutim në të ardhmen integritetin e zgjedhjeve. Duhet që me konstituimin e kuvendit të ri në shtator të këtij viti të nisë menjëherë puna për të adresuar në mënyrë decente të gjitha problematikat që lidhen me procesin zgjedhor në Shqipëri. Do duhet të vlerësojmë se çfarë secili prej aktorëve politik dhe institucional do duhet të bëjnë ndryshe apo dhe më mirë në kuadër të përgjegjësive që ata kanë për marrëvajtjen e procesit zgjedhor. Personalisht do të thoya që është më rëndësishme që reforma me qëllim adresimin e të gjitha përmirësimeve të kërkuara të jetë gjithëpërfshirëse dhe me konsensus të gjerë politik. Majoranca gati e cilësuar në kuptim të termave kushtetuese të ligjit e Partisë Socialiste shpresoj që të mos jetë pengesë nga pikpamja formale për të patur gjithëpërfshirje dhe konsensus në atë se çfarë do duhet të reformohet lidhe me zgjedhjet në Shqipëri. Faleminderit.